Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, edhe sonte bashkë do të flasim me një doktoresh shumë të suksesshme. Me mua dhe me ju është Liridona Guci. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje edhe për juve, mirë se u gjeta. Kënaqësi me të pas në studio si je në këtë të shtun. Kënaqësia është e imja. Është një nder i veçantë që të kam sonte këtu, sepse je kirurgja e parë plastike që ka lënë në këtë emision. Po vjen shumë mirë, ndihem e privilegjume. Është interesant edhe për neve, se zakonisht kemi pas shumë doktoresha cilat kanë kalu në Hynesha, mirë po jo të këtij lloji. Parimisht tregom si po ndihesh në studio. Në studio po ndihem shumë mirë, është një energji shumë pozitive që po rezatoni, ju po rrëgëzoj për këtë. Faleminderit shumë. Edhe shpresoj të jemi deri në fund kështu. Doktoresh, me ty do të flasim shumë çka sonte, kryesisht të fokusuar tek jeta juaj personale, tek sukseset, tek sfidat dhe gjithçka që e keni kaluar, meqense do të hapni kartat e jetës suaj në 3 perspektiva. Do të flasim nga e kaluara deri tek perspektiva e së ardhmes. Por para se të vim tek kjo pjesë, dëshiroj t'ju rikthej në retrospektiv, si ka qenë doktoresha kur ka qenë fëmijë, çfarë aspiratash ke pas? E ke menduar që një ditë do të jesh kirurgje plastike apo karrierë natyrshëm? Në fakt është shumë interesante se në fëmijërinë e hershme, ose thonë më saktë kështu klasë të parë, kur ka qenë ajo dita e prezantimit edhe kur të pyesin se çka do të bësh kur do të rritesh, asnjëherë nuk ka qenë përgjigjja ime doktoresh ose mjeke. Përkundrazi e kom pas, nëse mund të them, një farë aversionin ndaj kësaj, sepse ka qenë në gjeneratën tonë ndoshta si dogmë, rregull, si më quajt, se do të thonë thuaj se çdo fëmijë e ka dhënë përgjigjen kur e kam pyet çka do të bësh kur do të rritesh, mjek ose mjeke. Edhe e imja ka qenë gjithçka tjetër, ndryshe veç mos me qenë mjek, se krejt po thojnë mjek. Po du me qenë më veçantë. Okay. Po du me qenë ndryshe. Edhe në fakt, deri vonë, do me thonë, nuk ka qenë synimi im me qenë doktoresh. Po mbasi... Çfarë synimi ke pas si fëmijë? Me qenë se pas ke dosht me qenë ndryshe prej të tjerëve. Si fëmijë kom dosht shumë aktrimin, dramën, kom qenë ma shumë... Ka arti. Ka jo anë, po. Po mandej që shkojnë pakës edhe në, do më thonë, familje tona shqiptare tradicionale, të gjithë në zonësat e mirë, po thuaj se, do më thonë, i kanë 2-3 drejtime të cilat kanë qenë si regullat pashkrume, që është i kanë zakonisht familjet i kanë drejtu, i kanë orientu fëmijët e tyre në për këto drejtime, mjekësi, arkitektur, ndërtimtari, do më thonë, elektroteknik, këto kanë qenë 3-4 drejtime të cilat do më thonë, mas shumë të i kanë orientu prindit në zonësit, kryesisht në zonësit e mirë. Po mandej, do më thonë, në bas përfundimit, do më thonë, ose ka viti 4, më thonë vetëm u definu se mjekësia do t'jetë drejtimi që e kome e studiu. Se ka erdhi kjo ide? Po prej familjes, kryesisht prej familjes. Si e imponuar kushtimisht prej familjes? Do shta paka shumë se e imponume. Po thjesht, mirë po kirurgjia pastaj ka qenë zgjedhja ime kështu e dëshirueshme, dega e specializimit. Shumë interesante. Si kirurgjim plastike, më thonë e kom ditë pothuaj se ka qenë dëshira ime për specializim, ndoshta që në vitet e para të studimeve. Shumë interesante, sepse konsideroj që kirurgjia plastike ka një dozë të artit brenda saj. Duhet të jesh goxha artiste për ta zhvilluar si profesion. Kërkon një sy artisti, po ashtu edhe një dorë artisti, e ndoshta, do më thonë, dëshira fëmijëris hershme, pas te ka qenë kombinimi i dëshirës për specializim edhe aty jonë bashku. Do më thonë se në shpesh slogane, do më thonë, të këtyre prezantimeve mjekësore që janë të produkteve të ndryshme të aparaturave, thëmë se, do më thonë, estetika është pikrisht aty ku bukuria takon artin. E vërtet, shumë e vërtet. Po tregon pak, ngelemi ande tek fëmijëria, çka kujton prej sfidave dhe çfarë personaliteti ka qenë doktoresha? Ke qenë më e qetë, më e tërhequr, më rebele? Ndoshta si fëmijë, shkolla fillore kam qenë
Kam qenë shumë një fëmijë i urtë me thonë, edhe një nxënëse shumë e urtë, domethënë që unë nuk edhe gjatë pushimeve kom qëndru në karrige, në bankë, nuk kom dalë, nuk kom bu, po pastaj me kalimin e kohës ka fillu një rebelizëm. I thujt vetë. Prej sfidave që ka kujton? Kryesisht mas klasës 6-7 veç ka fillu një rebelizëm, po falë edhe kohës ndoshta që i kemi taku, nuk ka qenë rebelizëm i tepruar ose i jashtë suazave të normales, fatkeqësisht çka po shohim sot. Një situatë rebele që mundesh me nda me neve, s'të ka ngellë mendje kështu. Aty këtu na i dreq një lëk, si që të me ne, që e ke bërë. Ka shumë, disa që edhe nuk mujna me i nda me publikut. Okej, diçka që mundesh me nda me publikut. Diçka ka qenë do me thonë që gjatë pushimeve kom pas qef shumë me lujt në klasë, kanë qenë ato lojnat kështu si magarush, se në me kërcime, kanë qenë edhe si pjesë e edukatës fizike që i bëshim, po na pak i ndryshëshim edhe nuk është dosht me u bon klasë, se mandej ora pasuse pas ati pushimi, shko keme drejtare hapun edhe të prit me dalë për uri prej klasës. Mirë, interesante, po e bukur në të njëjtën kohë, po besoj. Megjithatë, çka kujton prej sfidave, sepse të studiosh kirurgjin plastike në një periudhë të vështirë, do të thoja, për kohën, për Kosovën në përgjithësi, sepse duke që i takoni një gjenerate që nuk ka qenë shumë e lehtë të studiosh në atë kohë, çka kujton prej sfidave, doktoresha? Po, në fakt, pavarësisht që kemi pas një gjenerat, do më thonë, edhe ma heret 1-2 gjeneratat të cilat veç e kanë trasu rrugën, do më thonë, po edhe për neve ka qenë për gjeneratën tonë e vështirë, për arsye se edhe, do më thonë, shkollimi specialistik ka qenë në radhë par pa pagesë, qka ka qenë e vështirë edhe për neve si individ, po edhe për familjen, se kemi vazhdu me qenë barë ty, edhe pas një moshe, do më thonë, të pjekur. Kjo ka qenë një. E dyta ka qenë se neve nuk kemi pas mundësin e operimeve estetike, me i po edhe me i punu, do më thonë, kështu që shpo punu hën tashi, sepse nuk ka pas ka shumë spitale private, ka shumë, do me thonë, estetik, nuk ka qenë e kërkume në QKU, nuk ka qenë mundësia me u punu për shkak të patologjive të shumta dhe mundësive, do me thonë, që nuk jam punu. Estetika, edhe ne në pjesën e kirurgjisë estetike, kemi pas shumë vështërsi, edhe të rekonstruksionit, besa një pjesë, për çka ne jemi detyru me gjithë ato, do me thonë, vështërsi financiare, me dalja shtetit, me qenë atje, është me i bo këto kryesisht me forcat tona. Sa ka ndryshu sot prej kohës kur ju keni studiu? Është shumë interesante që për një kohë shumë të shkurt ka pas ndryshime drastike. Për të mirë. Edhe më vjen mirë shumë për gjeneratat tash, do më thonë, ne kemi një dallim vetëm me një gjenerate, po është një dallim shumë i madh. Se ka qenë ndoshta pikërisht ajo periudha tranzicionit. Po fatmirësisht ata tash e kanë mundësinë me pa edhe me punu gjithandej, do të thonë këtu i kanë më shumë zgjidhje. Një pyetje të fundit në këtë pjesë të parë, me qenë se po flasim pikërisht për kirurgjinë plastike, sa është doktoresha pro ndërhyrjeve në fytyrë nga gjeneratat e reja. Kur them gjeneratat e reja, po flas për gjeneratat 15-16 vjeçare. Sepse jemi dëshmitar të faktit që moshat e reja janë në vend, këto e kom cek edhe ma herët, dikun tjetër, që do më thonë për ndërhyrjet në fytyrë. Duhet respektu të paktën mosha 18 vjeçare. Qoftë në aspektin e pjekurisë ose maturimit të indeve të organizmit, po edhe shtu të maturimit mental. Do me thonë se deri në atë moshë ne i konsiderojmë të mitur, të cilët nuk janë, do me thonë, nuk munden me vendos vetë për vendin e tyre, do të me pas, do me thonë, me vete prindin, edhe me qenë ata, do të me marë pëlqimin e prindit. A ka kërkesa të shumta nga kjo gjona gjenerat? Po befasojnë, te unë nuk ka. Nuk ka shumë, ndoshta edhe për shkak
prononcimit deklaratave të mia, intervistave të mia, ndoshta edhe kjo ka ndiku, po ndikon edhe vetë fakti se sidomos për këto ndërhyrjet e vogla tashti që po bëhen, domethënë jo invazivet, qofshin fryrja e buzëve, mullzave, ngritja e vetullave e kështu, domethënë ose skin boosterat që tashti janë edhe ardhmja e estetikës. Këto, domethënë, bëhen edhe nga mjekët e përgjithshëm, edhe nga doktore stomatologe, besa po bëhen edhe nga jo profesionistë shëndetësor. Fatkeqësisht. Po, fatkeqësisht. Edhe ndoshta vetë fakti i titullit ton, specialisti kirurgjisë plastike ose specialisti një lëmije, nuk po vinë kërkesat të na, nuk po drejtohen. Po ka vende tjera se për di që këtu nuk e marim shërbimin, ndoshta edhe ajo po i bën, që besoj që po, sepse edhe kolegët e mi kanë, domethënë, më pak kërkesa kështu, ndërsa gjithandej ka kërkesa të shumta, dhe jo vetëm kërkesa, po ne po i shohim edhe në rrugë dhe gjithkund në jetën tonë, po, gjenerata të shumë të reja, fatkeqësisht. Mirë, doktoresh, me ty do të kemi edhe shumë çka tjetër për të biseduar në pjesët në vazhdim, kur do të bësh hapjen e kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, ndërkohë që për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, është koha që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore, më pas kthehemi me hapjen e kartave të doktoreshës Liridona Aguci. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer sërish në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha, e tash është koha që Hynesha ime personte, doktoresh Liridona Aguci, të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Do shvej gati. Gati. Zgjedhë një kartë nga e kaluara, nga e kaltërta. Okay. Cilën të duash, në fillim, në mes, në fund, ti zgjedh. Po provoj ka mesi, se po thonë që me mesi mesin e është i arta, artë. hajte, ma jep mua. E zgjedh gjithmonë mesin, doktoresh? Zakonisht, mundohem. Apo me raste e mirë. A jeni ndjerë ndonjëherë krenare për përdorimin e racionalizmit, për ta thjeshtësuar, sa është doktoresha racionale në jetën e saj? Tashti, racionale mundohem me shku në bazë të arsyes, do më thonë me i marrë vendimet. Mundohem kur po them për arsye se unë jam gafore dhe gaforet thuhet që janë shumë sentimentale dhe vendimet shenjat e ujit i morin me zemër dhe jo me kokë. Në bazë të emocioneve. Në bazë të emocioneve. Ndoshta unë po i barti tiparet kështu tipike të një gafore, edhe për ato mundohem kryesisht në vendime me përdor mendjen dhe jo zemrën. Do me thë, i bie që janë racionale. Mirë, keni pasur ndonjë rast në jetë ose në karrierë kur nuk keni qenë racionale dhe jeni penduar pastaj? Për momentin nuk po më kujtohet diçka që kisha mujt me nda, sigurisht që ka pas. Po ja që tash nuk është se po më kujtohet diçka. Mirë, e rëndësishme që racionalizmin e përdorni. Racionalizmin e përdori, sepse me racionalizmin do më thonë ti gjithmonë ke me arrit, mendoj, janë me qenë sukseset më të garantuara, nëse mund të themi. Ose ato pak që janë i din paraprakisht, nuk kanë me qenë befasi. Shumë përgjigje e bukur me sresh tash. Çka thotë tashmja në këtë pikë nga e kuqja? Hajde të shohim. Hajde këto ta marrim nga fillimi. Hajde të parën, të bëjmë një kombinim të parën dhe pastaj. Po të lidhen kartat. Apo? Megjithse është pak a shumë e njëjtë sepse flet sërish për racionalizmin. Thotë që është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne kërkojmë arsye racionale të pranueshme për dështimet, veprimet tona ose të njerëzve të tjerë. Për shembull, një student që ka dështuar në një provim mund të fajsojë profesorin, materialet mësimore ose që ka pasur një ditë të keqe. Kur dhe si përdor një racionalizmin si një mekanizëm mbrojtës, jep një shembull, veç se e the realisht kur e përdor racionalizmin, do të propozoja që ta ndrojmë, ta zgjedhim edhe një tjetër. Okej. Hajde, nga e kuqja. Hajde të shkojmë pra. Kështu vetëm për transparencë të publikut e lexova pyetjen të tërën. Në rregull. Por është pak a shumë një përgjigje që sapo e the.
Sërish po të lidhen karta, doktorish. Ne ndajmë mbështetje në lloje emocionale, teknike dhe praktike. Merrni parasysh shembullin më poshtë. Nën A, çfarë lloj mbështetjeje jepni më shumë ose është më e lehtë për ju të jepni, dhe nën B, çfarë lloj mbështetjeje keni më shumë nevojë për momentin. Cila është doktorisha? Çfarë mbështetje unë A je më shumë e aspektit teknik, praktik apo emocional? Cila është në parim, doktorisha, pastaj përgjigjen e te pjesa tjetër. Unë jam më shumë do më thonë aspektit praktik edhe mundona gjithë mund mi qenë pranë ose ofër dikujt në mënyrë praktike kur kanë nevojë, se besoj që pikrisht është ajo që ja zgjidh problemin qoftë. Por pse jo dhe emocional, sepse në shumë raste, në situata të ndryshme, do më thënë, nevoja ose ndihma që të duhet është vetëm ajo emocionale. Sa është doktoresha person emocional? Apo i takon ati mitit që thuhet se doktorët nuk janë fort emocional? Ndoshta edhe profesioni po na bën që t'jemi më pak më të ftoft. Nuk është se ne nuk jemi emocional, sepse edhe ne jemi njerëz edhe kemi ndjenja, po ne ato jemi mësuar t'i mbajmë t'i ndrydhim. Po, t'i ndrydhim në momentet e caktuara, çka edhe ashtu duhet vepruar, se përndryshe do të dështonim. Mirë po edhe, do më thonë, jeta më ka bërë që, do më thonë, ato emocionet të di ti menaxhoj, në situata të caktuara. Ka momente që shpërthen, doktorisha? Ka pas momente për para më shumë kur kom shpërthy, tash ka shumë më pak. Ndoshta edhe me kalimin e viteve, por edhe me, po them, me ngjarjet e jetës, me përvojën e jetës. I bie kjo që keni përjetuar shumë ndarje në jetë? Unë kam përjetu, do më thonë, viteve të fundit në një ndarje shumë të rëndë, do më thonë, thjesht kam humbur njëri nga njerëzit më të afërt të jetës, kam humbur nënën, edhe ndoshta që nga ai moment unë tash jam shumë e rezervuar në shprehjen e emocioneve. Është shumë interesante kjo, sepse zakonisht njerëzit që përballen me humbje të mëdha si kjo e juaja bëhen më emocional dhe më shpërthyes. Tek ju pas ka ndodhur e kundërta. Që rrallë herë ndodh nuk e di, është rrallë, kam menduar që kjo është te shumica e njerëzve, për arsye sepse pas një humbje të madhe, pastaj ti je më e përgatitur ose më pak e ndjeshme në humbje të tjera të vogla. Po, kjo po, definitivisht. Mirë, çfarë lloj mbështetje ka nevojë doktorisha në këtë moment? Po themi në këtë moment që ne po flasim, po në këtë ditë. A e ke menduar ndonjëherë? Se zakonisht duke u kujdes për të tjerët edhe për pacientët e harrojnë veten. Zakonisht ashtu po ndodh. Unë tash e 8 muaj kam një djalë të vogël. Dhe tash do më thonë kam nevojë më shumë për ndihmë praktike. Shumë e bukur kjo. Mirë, është lindja e parë, është fëmiu i parë? Po, është fëmiu i parë, është gëzimi ynë i parë, mirë po, do më thonë si gjitha nonat edhe unë kam nevojë edhe ndihma tash që më duhet më shumë që është ajo praktike. Shumë e bukur kjo si nanë e re, ne ju urojmë voglushit 100 vite natyrisht jetë edhe shumë shëndet, edhe ju të jetoni bashkë me të lumtur dhe të shëndetshëm. Çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë raund? Përndryshe shpejt hyren loj, se e more pak me siklet në fillim, por që u adaptove shumë lehtë. Prap me të mesit, ë? Paka shumë, po. Mos të ndrojnë. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Zakonisht besohet se ajo në të cilën ne investojmë energjinë tonë, gjithashtu rritet. Rendisni 3 gjëra për të cilat ndiheni personalisht krenare dhe në të cilat keni investuar shumë nga energjia juaj. Cilat janë 3 gjërat për cilat doktoresha ndihet krenare në jetën e saj? 3 gjërat.
Ka shumë gjona, po tash do të mundohem t'i klasifikoj edhe t'i them 3. Ndihem krenore së pari për familjen që kam. Kam qenë me fat, besoj, sepse ata kanë qenë gjithmonë mbështetja ime më e madhe rreth rrugtimit tim. Qoftë prindrit, qoftë vëllezrit, dhe që më kam bo prindrit, do më thënë, edhe rreti pak më i gjerë familjar, do më thënë gjyshrit e këto, të me pas një familje të lumtur, që ka është shumë e rëndësishme për zhvillimin e personalitetit pastaj në vijim. Për këtë ndihem shumë krenore. Krenore ndihem edhe për më thonë rrugtimin tim profesional, shkollimin tim, më thonë që ajo ka qenë një arritur e imja. E treta? Urdhë? E treta? E treta, tash nuk e di, unë ndihem krenore për familjen që kam, tash i familjen time të ngushtë, Të ndën personale. Edhe shpresoj të jem krenore deri, do më thonë, në fund dhe do më thonë edhe në të ardhmen me ta. Nuk kam asnjë fije dyshimi me energjinë pozitive që e posedoni dhe për kushtimin që e keni si në aspektin personal ashtu edhe ato profesional, që edhe ata do t'jenë shumë krenore me ty dhe arritjet tua. Doktorish, shpejt kaloj raundi i parë i hapjes të kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Po ndihem mirë, për mu është një përvojë ndryshme, ma e veçanë, do më thonë edhe shumë ndryshe prej emisioneve tjera ku kom qenë pjesë marse edhe interesante. Faleminderit shumë publiku, por edhe pacientët e tu po kanë mundësi të njohin për te spektrit të profesionistes, sepse bashkë po lundrojmë në për 3 etapa të ndryshme të jetës tënde dhe do të zbulojmë edhe shumë çka në pjesë të tjera të këtij emisioni, ndërkohë që për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio është koha që sërish të rikthehemi muzikës e më pas vim me raundin e dytë të hapjes së kartave të hyneshës sime për sonte. Qëndroni me ne. Dëgjues të dashur të Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha, e tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të doktoreshës Liridona Guci, specialiste e kirurgjisë plastike. E dashur e gati. Gati. Zgjedhni një kartë nga e kaluara. Çfarë ndjenjash të pakëndshme keni zakonisht për atë që diskutuat? Për ta thjeshtësuar, ne folëm që nga spektri i familjes tënde deri tek pjesa e profesionit edhe pjesa e familjes personale, por kur kthehesh në të kaluarën edhe e bën një rezume të gjithë rrugtimit tënd, cilat janë ndjenjat më të pakëndshme që të vinë në mendje? Ndjenjat më të pakëndshme. Ndoshta tashti, na kena kalu për një periudhë të rezistencës. Familjeria ime ka qenë në vitet e 90-ta, kur ne, do më thonë, shkollat kanë qenë të mbyllura, po unë atë periudhë kam qenë shkollë fillore, kemi vazhdu të jemi në për objektet shkollore, të cilat pastaj kanë qenë, shtëpi shkolla kanë qenë ata që në ato vite kanë qenë në shkollat e mesme, të cilën unë e kom përjetu vetëm 2 vitet e para të shkollës e mesme, ndërsa shkollat fillore kanë qenë të lejushme në për objekte. Mirë, po ndjenjat e pakëndshme kanë qenë sepse baba im, po ashtu besoj se si një përqindje e madhe e baballarve të asaj kohe, janë marrë kryesisht edhe me çështjet kombëtare, për të cilat, do më thënë, policia shpesh ka trokitur dyert tona, ose, do më thënë, edhe ne si fëmijë, ato pavarësisht që ata janë mundu me i fsheh nga ne, po ne i kemi kuptu. E keni kuptu situatën. I kemi kuptu, këto kanë qenë ndjenja të pakëndshme edhe, do më thënë, mungesa e disa gjanave që fëmijat lakmojnë atë kohë, po që fatkesisht nuk kemi mujt me imbri. Gjithsesi, mendoni doktoresh që përkundër gjithë situatës në kohën tuaj të familjes, ka pasur më shumë kënaqësi mes fëmijëve krahasuar me fëmijët e sotshëm? Dhe më shumë lumturi? Po,
ndoshta po t'inglloj edhe une për ata, ndoshta kom e t'inglu edhe unë për gjeneratën e re, aj, që ta të vjetrit na lodhen me këto, po sinqerisht po. Në më thënë, qysh tash kom fillu me pas nostalgji shumë për të kaluarën, sepse me familja jonë, me më pak gjana, me më pak, do më thonë, hargjime materiale, ka qenë shumë ma e hareshme edhe ma e këndshme. Më thonë, lojrat tona kanë qenë shumë ma thjeshta, po kanë qenë të shumëta edhe kemi qenë fëmi shumë të lumtur. Unë tash nuk po shoh fëmijë, do më thënë në për lagje, te ne për shembull, ka qenë kemi pas ne banesën, unë jam e Prizrenit edhe kemi jetu të me një ranit e ndërtesat përballë hyrjes kryesore të shkollës, ka qenë vetëm rrugën me e kalu edhe në shkollë, edhe e gjitha ajo lagje, më thonë fëmijët, ka qenë një obor shumë i madh i shkollës, që e kemi kalu kryesisht ditën edhe lojrat në atë obor, edhe ka pas mundësi argëtimi me top, do më thonë për djemë futbolin, e kemi dujt disa lojra me top, pastaj ka qenë me lastik lojrat për vajza, me ato kaja, si që kemi thënë, vizatimet që kemi bo, bicikleta ka qenë shumë. Ndërkohë që sot po mungojnë tek fëmijët e sotshëm. Po, ne kemi kalu të ditën në oborin në shkollës edhe kemi qenë shumë të kënaqur, do me thonë fëmijë. Unë sot nuk po shoh fëmijë shumë me këto lojra, jo. Më thonë tash janë kryesisht me lojrat elektronike. Teknologjia ka bërë të vetën, ndoshta jo, po sigurisht që ka edhe gjana pozitive rreth informacioneve se janë shumë të informuar edhe janë shumë më të dishëm, do më thonë më të vedishëm për shumë gjana, mirë po në një aspekt janë edhe shumë të dëmshme. Natyrisht. Çka thot e tashmja në këtë pikë si dhe një kartë nga e kuqja? Hajde këto, po kësaj radhe po shkojmë me fundin për të trejat. Zhvendosja është një mekanizëm mbrojtës në të cilin mendimet dhe ndjenjat transferohen nga një person apo situat në një tjetër që është më pak kërcënuese dhe ka më pak pasoja. Për shembull, ne zemrohemi me shefin ton që na kritikoj, kështu shprehim zemrimin ndaj dikujt tjetër që nuk ka lidhje, si për shembull bashkëshorti ose kalimtari, kur dhe si e përdorni zhvendosjen si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Teksa po qesh, të ka ndodh, apo po m'duket? Po, ajo ndodh zakonisht edhe besoj që është pjesë e përditshmërisë tonë, nuk besoj që ka dikush që nuk i ndodh. Ose nëse ka atëherë që ka shumë i perfeksionuar edhe e përgëzoj. Zakonisht në këto situata, kush është personi që e han? Kuptohet, si që dhe u përmend, do t'jetë bashkëshorti se nuk kena, do më thonë vetëm atje kemi lirin më të madhe. Okej. Të ka ndodhur shpesh që zhvendosjen ta përdorësh si mekanizëm mbrojtës? Ndodh edhe zakonisht e përdori kështu, për arsye se besoj që kaloj ma mirë, për mos me pas, do më thonë, telashe qoftë në punë, qoftë në shoqëri, qoftë në, do më thonë, në gjitha ambientet ku je, kështu që, do më thonë, shtëpia është vendi ku shprehesh ma lirshëm. Edhe zakonisht? Po, edhe nuk ka nevojë për hidhrime se pajtimi vjen me një randi, ose si kurse, do më thonë, në punë, në shoqëri është ndryshe. Kështu që zhvendosja unë e përdori edhe më pëlqen si mekanizëm shumë mbrojtës kështu. Shumë interesant, po si qëndron me kërkimfaljen, doktorisha? Po, unë jam person që di me kërku falje, po mundohem edhe kështu si parim, do me thonë më e rëndësishme është ajo që mos me pru punën me kërku falje. Qoftë unë, qoftë të tjerët ndaj me pala tjetër. Besoj që kjo është më e rëndësishmja, po ja që jemi njerëz edhe nuk po mundemi me qenë perfekt të gjithë. Po vije puna mirë, po kur vjen puna, mundohem që t'jetë sa më rallë, po di me kërku falje. Ndërkohë, a falë shumë? Apo je më e rezervuar? Po fali shumë, edhe ndoshta kjo është njëna prej vetive që mu nuk më pëlqen të vetja.
Do ta ndryshoje. Do ta ndryshoja për arsye se në këtë aspekt jam shumë e bukur, domethënë, edhe mandej ajo mu personalisht po më kushton. E vërtet, kjo i kushton secilit. Po, se në shumë raste kur e mendon, edhe këtu është domethënë më herët që patëm ma diskutimin, është mirë me e përdor racionalizmin, arsyen. Po ne po them jemi qenie njerëzore dhe s'mundemi me u ikë ndjenjave. Sepse nëse e mendojmë racionalisht, falja shumë nuk është e mirë, ndoshta qoftë edhe për personin tjetër se ti edhe për veten tënde. Kalon në naivitet. Sepse nuk po e dim qoftë po e falim për të mos gabu më, apo po e falim për me adhon, për me vazhdu prap, se domethënë me një kërkim falje po e te kaloj ka prap edhe domethënë po ja japim mundësinë që me gabu prap. Të gjitha këto me shumë mesazhe me streshtash, të kam bërë që të kesh vija të kuqe në jetë? Ka doktoresha vija të kuqe? Vija të kuqe në jetë nuk e di në cilin aspekt. Në të gjitha aspektet. Në aspektin e karrierës po kam vija të kuqe. Kur janë ato? Vija të kuqe do më thënë qysh prej fillimit kanë qenë të pak për ca kërkesa të ndërhyrjeve të cilat janë edhe jo të liqshme, po që janë edhe jo të liqshme, edhe jo, por edhe unë parimisht nuk e ko marrë me i bo për disa arsye. Ato kanë qenë, do më thonë, vijat e mija të kuqe që deri më tani nuk i kom te i kalu dhe besoj që kanë me mbet deri në fundin e karrierës time të tilla. Është shumë e rëndësishme kur keni vijat të qarta, para se t'ju themi vijat kuqe, vijat të qarta profesionale deri ku ju e dini sakt se duhet shkoj me një intervenim kirurgjik plastik në këtë rast me që po flasim, me qenë se, si që po thoni edhe vetë, ka nga njëherë kërkesat jashtëzakonshme nga pacientë të ndryshëm që të te kalohen të gjitha vijat e etikës profesionale. Kështu që është shumë e bukur kjo kur dini se ku të stoponi, se shumë e rëndësishme pastaj edhe për pacientin. Mirë, doktoresh, çka thot e ardhmja dhe e fundit për këtë raund po? Hajde, të shojmë. Po e marrim edhe këto prej fundit. Hajde. Prapë po të lidhen kartat me bisedën. Në lidhje me dy kartat e më pashme, merr një parasysh shambullin më poshtë. Çfarë lloj ndryshimi dëshironi? Si do të ndiheni kur ta keni arritur atë, cili mendoni se do të jetë mendimi juaj për veten tuaj atëherë? Thash që po të lidhen kartat sepse më foli për ndryshimin që dëshiron ta kesh tek vetja, që mos jesh kaq e butë, të them kushtimisht që je. Ngelet ky dëshira jote për ndryshuar në një të ardhme të afërt, ngelet kjo? Apo ke edhe ndonjë tjetër? Po, do më thënë, kjo është ndoshta prej kryesoreve. Unë, në fakt, jam si tip temperament, mirë po toleroj shumë edhe fali shumë. Qka është njëra prej vetive që kisha pas qef me ndryshu të vetja. Që me qenë ndoshta jo shumë temperament, mos me reagu, me qenë ma butësisht në situata, po edhe mos me toleru. Shumë, do më thonë, me i pas distancat edhe barierat deri se ku të tjerët mund të ndërhyjnë në jetën time. Jo që unë e lo ato, do më thonë, kam asi, po kisha pas qef me qenë ma rigoroze në këtë aspekt, po ja që nuk jam, se prej natyrës njeri unë nuk mundet me dalë. Absolutisht, nuk mund dalim nga vetja. Mirë, doktoresh, ky është fundi i raundit të dytë të hapjes së kartave në 3 perspektiva të jetës tënde. Para se të kalojmë tek pjesa tjetër, në këtë pjesë të emisionit dua të të pyes se sa je lidhur me artin. Në fillim fare të bisedës, më the që e ke pasur ëndër me qenë artiste, me qenë pjesë e artit, pastaj prej artit ke kalu në mjeksi, po në gjitha këto angazhime editore që keni, sa ka kohë për muzikën, sa je lidhur me muzikën? Tash si muzika, për muzikën besoj se njeri ka kohë gjithmonë. Nuk është se ndoshta nuk i kohë me qenë prezente fizike në ndonjë koncert shumë të dëshiruar, ose të pëlqyer të ndonjë këngëtarit të artistit të preferuar, mirë po për me ndigju muzikën, për ato ke kohë gjithmonë, edhe ajo është pjesë e jetës. I bie që është dhe pjesë e jetës tënde? Po, patjetër. Bilem kujtohet edhe profesoresha jonë e muzikës,
kur na ka shpjegu për historinë e artit, na pa thonë që Platoni kishte shku aq larg sa kishte një, domethënë, deklarim të tij që sa më e fortë, sa më e zhvilluar të jetë muzika e një shteti, po aq i fortë do të jetë ai shtet. Wow, interesant. E pas ka lidhur me zhvillimin e shtetit, Po, muzikën me zhvillimin e shtetit. e kjo më kujto, domethënë, siç u na thonë, po në fakt është pjesë shumë e rëndësishme e jetës. Mirë, cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte në valët e Radio Kosovës? Një këngë që nga muzika vendore hujon. Cila të duash? S'ka rëndësi. Cilën po e dëgjon më shpesh ose një këngëtar që e ke më për zemër kohët e fundit? A mujna nga po se di që shikeni ju. S'ka lidhje, mund ta kërkosh cilën të duash. Okej, nga Pearl Jam, Black. Black, okay. Mirë, unë do të los deskon e muzikës që të plotësojmë dëshirën muzikore të hyneshës ime për sonte, këngën Black, ndërkohë që ne rikthehemi vetëm pas pak me raundin e tretë dhe të fundit. Qëndroni me ne sepse kemi edhe diçka tjetër për të zbuluar nga doktoresha Liridona Guci. Jemi shoqëruar kështu bashkë me Pearl Jam dhe këngën e tyre Black për dëshirën e hyneshës ime për sonte, doktoreshën e nderuar Liridona Guci, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Kemi ardhur tek raundi i tretë dhe i fundit, e dashura e gati. Hajde, një kartë nga e kaluara. Prap me të mesit, Po shkojmë. Një nga pyetjet më interesante të këtij emisioni, si menduat se mësuat ta përdorni atë? Si mendon se mësove ta përdorësh të kaluarën tënde? Nuk e kom të qartë. Si mendon se ke mësuar me përdor gjithë eksperiencën nga e kaluara jote? Sot, kur e kujton, kur kthehesh në të kaluarën, si e përdor atë? Në çfarë aspekti? Të ka shërbyer në aspekt pozitiv? Po si që cekla dhe ma herët, të më thënë, përvoja, fëmijëria, ambienti ku jëm rri, të më thënë, rrethi familjare kretë më ka ndihmu edhe jo mundu me përdor, të më thënë, për mirë. Gjithmonë për mirë. Ka diçka që do të ndryshoje nga e kaluara jote sikur të kishe mundësi? Ndonjëherë njëri mendon edhe thot, siç ka qenë edhe një, domethënë, skeq i Sevdaira Dokushit, Zoja Zybot, isha akon edhe një herë e re. Po nga njëri mendon se kur kthehet edhe i mendon ma në detaje dhe ma racionalisht thu se shpesh e rëndo se jo, ndoshta prap kisha ardhur një, ndoshta prap i kisha bo njëjta gjona. S'kishe ndryshu asgjë? Ndoshta si kisha ndryshu, qoftë edhe gabime, qoftë edhe dështime, qoftë edhe sukseset, sepse mendoj se gjitha ato janë pjesë e ndërtimit edhe tërësimit një personaliteti. Shumë bukur e thënë. Çka thotë e tashmja në këtë pikë, zgjedhë një kartë? Nga cili gabim keni mësuar më shumë? Ka gabime të doktoresha që i kanë shërbyer si mësim? Po, doktoresha nuk është njeri si gjithë, edhe nuk ka njeri pa gabime. Sigurisht që kom edhe unë gabime, prej cilave kom mësu, dhe jom shumë e lumtur që kom mësu. Një gabim që mund të ndosh me ne nga i cili ke mësu. Diçka që mund të ndahet për publikun. Diçka që mund të ndahet për publikun. Një, do më thonë, që kom mësu ka qenë se në shumicën e kohës përpara në vazhdimsi tjetës, kështu tonë, i kom ofru ndihmë, do më thonë, njerëzve, vetëm qofse e kanë nda qatë bisedë ose qatë halë me mu pa e kërku,
vetë i kom ofru, dhe po dikur e kom kuptu se nuk ishte një gabim, sepse në më thonë kohët fundit këto kom mësu që mos mi ofru ndihmë as kujt pa ta kërku. Kjo ka qenë njëra prej mësimeve të fundit dhe shumë të rëndësishme, besoj. Një mësim i mirë, po besoj dhe që në aspektin psikologjik shpjegohet shumë qartë që duhet kemi dhe limite kur ndërhyjmë edhe në ndihmën ndaj tjetrit. Po, edhe limitet janë më rëndësi, po edhe, do me thënë, edhe kjo ishte rëndësishme që pa ta kërku mos e ofro, se pastaj nuk i dihet vlera asoj. Cilin e konsideron Nuk vlerësohet mandej ajo. Po. Cilin e konsideron doktoresha si gabimin më të madh në jetën e saj, apo që nuk ka ndodhur ende? Ndoshta nuk ka ndodhur ende, inshallah nuk ndodh. Deri tash nuk është që i kom pas diçka që mu kisha mujt me nda një gabim të madh të konsiderueshëm. E shpresojmë mos na ndodh. Absolutisht. Kalojmë tek e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion. Shpejt kaluan minutat bashkë. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar apo zgjidhur temën që po diskutohet, a mendoni se do të ishte mirë të drejtoheni dikujt për një ndihmë profesionale? Çfarë lloji ndihme do të ishte kjo dhe pse? Për ta thjeshtësuar, sa ju drejtohet njerëzve për ndihmë profesionale, doktoresha, dhe kush është personi i parë që telefonon në lidhje me këtë çështje? Që telefonoj? Kur ke nevojë për ndihmë profesionale, kush është personi i parë që i drejtohesh? Për ndihmë profesionale, shife tash, natyra e punës tonë është vetë një natyrë, do të thonë një punë ekipore. Edhe asnjëherë në kirurgji, besoj, jo vetëm në kirurgjin plastike, po në përgjithësi në kirurgji, nuk mundesh me qenë i suksesshëm, do të thonë, në kuptimin e plotë fjalës, pa qenë e suksesshme gjithë ekipa, sepse është punë ekipore. Edhe zakonisht, do të thonë, gjithmonë neve i bëjmë diskutimet me kolegët, edhe jam prej natyrave që nuk hezitoj me marrë mendime, sepse ajo nuk besoj që të ullë, po përkundrazi të ngritë edhe të bënë më asi, sepse asnjëherë katër sy nuk shohin njëjtë vetëm dy, ose sikur 6, do më thënë çdo herë është asi, është më e drejtë, do më thënë, gjykon personi i cili nuk është në stres, do më thënë, ose nuk e ndonë përgjithësi në ndikimin e stresit të punës dhe po të emocioneve, edhe është shumë e mirë se ardhur, do më thënë, konsulta me profesionale janë shumë të mirësore. Po e ka dikë? Për me i telefonu, po, se për me i kolegët i kam këtu, për me telefonu, e kam një mik, do më thonë, të kirurgjisë plastike në Turqi, të cilin e konsultoj për shumë, do më thonë, situata profesionale, sepse fatmirësisht gjatë të specializimit, kom pas fatin një pjesë të specializimit me vazhdu atje, që edhe ndër vite dhe në për, do më thonë, trajnimet të ndryshme, kam kriju miqësi të mirë, do më thonë, me shumë kolegë atje, po kam, do më thonë, kolegë të tillë të cilin e telefonoj edhe konsultoj për gjanat profesionale. Kjo është shumë e rëndësishme, natyrisht. Doktoresh, një pyetje të fundit me qemi tek pjesa e profesionit, cili është operimi më i vështirë plastik që e ke kryer deri tani? Ndërhyrja më e rëndë. Ndërhyrja më e rëndë që e kom kryer deri atëherë. Si po mendon më e rëndë? Më e vështirë, më e komplikuar. Më e komplikuar. Ndërhyrjet më të komplikuara normal që janë rekonstruksionet, do më thonë, sepse ato edhe kërkojnë, do më thonë, kohën e duhur e intervenimit, edhe llojin e duhur, do më thonë, në kohë të caktuar, lloji i duhur me u vendos është
pak më sfiduese. Edhe rekonstruksionet e mëdha janë të ndryshme. Do të thonë lëndimet me rekonstruksion që i kry ato operimet më të mëdha që po flisnim për fytyrë? Jo, na e Apo në operojmë përgjithësi? gjithë trupin në përgjithësi, do të thonë dhe operimi më ndërmasi ka qenë, do të thonë, rekonstruhimi me lembo abdominale gjithësisht inguinale që e kom realizu të një pacient me lëndim me petarde që ka pas zhveshje të komplet gishtit, tregus ka qenë gishti tregus dhe është punu urgjent në tholl edhe ka shku gjithçka shumë mirë. Fatmirësisht. Fatmirësisht kjo është e rëndësishme kur përkundër të gjitha komplikimeve që mund të ndodhin, rezultati është pozitiv. E dashur, kaq ishte minutazha për hapjen e kartave të jetës tënde, tani që jemi krejt në fund, tregom si po ndihesh. Bashkë lundruam në për shumë etapa të cilat konsideroj që më herët as nuk i keni folur publikisht. Jo, nuk kom pas rastin asnjëherë me i diskutu këto gjëra publikisht. Po jo shumë edhe kështu të privatisht, sepse në ditët e sotme fatkesisht për rreth nesh kanë betur shumë pak njerëz me cilët mundemi me i diskutu gjërat e tilla. Gjërat e tilla me sinqeritet, sepse jeta po ndryshon, po bëhet shumë dinamike edhe njerëzit edhe nuk po kanë kohë për me i dëgju njeri tjetrin, hallet e njeri tjetrit, po kjo është rrjedha e jetës edhe ne po lundrojmë edhe po shkojmë ashtu si po na qon jeta. Edhe po ta kënaqësin, ishte shumë interesante, edhe mu më ktheve shumë mrapa, edhe shpresojmë që edhe ardhmjat na del kështu si në karta. Patjetër. Doktoresh, faleminderit shumë, unë po ata nderin edhe kënaqësinë e veçantë me të pason të pjesë të këtij emisioni, të uroj shumë suksese dhe uroj të shihemi në rrethana të tjera. Shumë faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi, jam musafire jotja sonte, përgëzoj për këtë emision shumë të këndshëm. Faleminderit shumë. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkë bisedim shumë të këndshëm me hyneshën time personte, doktoresh Liridona Guci, specialiste e kirurgjisë plastike, e cila në fakt shënoi edhe fundin e kësaj sezone të emisionit Hynesha. Me sezonin e ri ne takohemi në shtator. Deri atëherë, gjithë mirat.